Miqtemi të dashur, përshëndetje. Ja ku takuam sërish në sezonin e ri të emisionit Intervista dhe jo pa qëllim kemi zgjedhur një ambient shkollor për të intervistuar drejtoreshën komunale të arsimit zonjën Diana Çerkaxhia. Drejtoresh, faleminderit që pranuat të jeni mysafir në këtë studio të improvizuar të televizionit ton. Faleminderit dhe juve për kohën që keni gjetë. Fillimisht po e nisim kështu bisedën me ju. Ka disa muaj që jeni vënë në krye të arsimit në komunën e Gjakovës. Çdo fillim sigurisht është i vështirë. Si ka qenë ky fillim për ju? Si çdo fillim, ndryshimi i detyrës e ka ato sfidat e veta. Ndonë se unë me kolegët e mi të cilët i kam tani, veç jam njohur dhe më herët për shkak të natyrës punës. Megjithatë, për kraja dhe për kushtimi i të gjithëve ka qenë që unë mos të sfidohem me të madhe në këtë detyrë. Fillimisht në muajin janar, kur detyrën e mora, sfida e parë imja ishte mungesa e stafi sepse filluan pensionimet në drejtorinë e arsimit. Megjithatë, ja dolëm barë sepse filluam të plotësojmë gradualisht këtë pozicionet e reja. Sfida e radhës në drejtoritë e arsimit ishte në muajin fund të muajit janar, fillim të shkurtit, projekti i Caritasit i cili bëri një çrregullim të madh të gjithë mësimdhënësve të cilët ishin të involvuar në këtë projekt. Ju e dini se kanë qenë kontrata për 20 mësimdhënës dhe ajo rezultoi në fund të ketë 60. Gjithë ajo vlerë pagese e cila shdesh të bëhet për këta mësimdhënës, për t'ia dalë mbar organizimit të pagesave të këtyre mësimdhënësve, jemi detyruar t'i penalizojmë studentët me bursa. Do thotë nuk kemi arritur që bursat për vitin shkollor 2013-2014 t'i realizojmë, është deshë të mbulojmë pagesat e 60 mësimdhënësve për 3 muaj. Sfidat e radhës kanë qenë të vazhdueshme në drejtorinë e arsimit, ndonë se ju e dini se një borxh i akumuluar i vitit të kaluar shkollor e bëri të pamundur që këtë vit të kemi investime të mirëfillta. Një borxh i akumuluar prej 280.000 eurove dhe ekskluzivisht e firma Korben dhe Euroasfalt e bëri të pamundur që ne të investojmë me kohë dhe t'ia dalim mbar investimeve të planifikuara në drejtorinë e arsimit. Gjatë kësaj periudhe kemi pas takime të shumta me investitorë të ndryshëm të cilët kanë përkrahur punën e drejtorisë së arsimit, e mbi gjitha vlen të theksohet edhe konferenca e donatorëve e cila solli dhe rezultatet e para. Fal konferencës së donatorëve arritëm 2 memorandume me UNICEF-in e cila ka për qëllim gjithë përfshirjen e fëmijëve në shkolla dhe tjetra ishte me Caritasin zviceran, implementimi fillimisht i 4 klasëve, renovimi të klasëve parafillore, duke vazhduar në 4 të tjera në sezonën e qershorit, kurse tani para pak dite kemi arritur edhe 2 të tjera t'i realizojmë. Që bie në fakt 10 klasë kemi arritur t'i mobilojmë me materialet të cilat janë të përshtatshme dhe didaktike për mësimin parafillor. Njëkohësisht vlen të theksohet se gjatë kësaj faze, në periudhën e muajit maj qershor, kemi arritur që përmes Ministrisë së Administrimit Pushtetit Lokal të konkurrojmë në një grant dhe kemi arritur të fitojmë 154.000 euro, mjete këto të cilat janë të planifikuara dhe po realizohet qerdhja DEV që është e njohur në qytetin e komunës tonë, është në fazën përmbyllëse, llogarisim që deri në fund të vitit të finalizohet një projekt i tillë. Njëkohësisht gjatë kësaj faze kemi pas bashkëpunim edhe me organizata tjera të cilat kanë ndihmuar në natyra të ndryshme. Në fshatin Hereq, në shkollë aty është investuar një teren sportiv në vlerë prej 22.000 euro, projekti i realizuar përmes IOM-it të PES. Njëkohësisht vlen të theksohet se që nga qershori i vitit kaluar përpjekjet kanë qenë të vazhdueshme për të realizuar digitalizimin e shkollave. Një projekt i tillë është mbështetur dhe përkrahur nga Fondacioni Bexhet Pasolli në vlerë rreth 50.000 euro, tani veç në fazën përmbyllëse të tij, sepse është deshë që për gjithë nxënësit të marrin numrat personal dhe kjo ka bërë pak një sfidë derisa të realizohet i gjithë kjo mbledhje e këtyre të dhënave. Llogarisim se në fund të muajit dhjetor dhe me fillimin e semestrit tjetër do të arrijmë që të kemi edhe këtë plotësim sa i përket digitalizimit. Ditë më parë dhe në shkollën Selman Riza është finalizuar një projekt i cili ka filluar 2 vite më herët në vlerë prej 58.000 euro. Fondacionit japonez, do thotë Ministria e Punëve të Jashtme të Japonisë, e ka bërë të mundur renovimin e korridoreve shkollës dhe njëjeve sanitare. Njëkohësisht kemi pas nga Fondacioni IPCO, donacion nga IPCO-ja, në vlerë prej 3.000 euro dhe janë planifikuar të gjitha në fshatin Molliq, Cërmjan dhe shkollën Kelmen Vizanolli që pritet të realizohet. Këto kanë qenë ato fillimisht investimet të cilat i kemi përfituar nga të tjerët, ndërsa ato që kemi arritur t'i bëjmë ne si drejtori komunale e arsimit
është dikur vlerë 56.000 euro, të cilat kemi mundur t'i rezervojmë për të ndihmuar konkretisht në fillim të muajit qershor konviktin Sadik Stavileci, i cili për shkaqe të ndryshme nyjet sanitare kanë qenë jashtëzakonisht jashtë sistemit dhe jashtë përdorimit. Ka qenë investim shumë i vogël, prej 2.800 euro, por ka bërë të mundur që ato nyjet sanitare të jenë në funksion. Dhe vazhdojmë të kemi mendjen përsëri te konvikti Sadik Stavileci, ndonë se tani është afër edhe Universiteti Femia Gani dhe llogarisim se do të rritet edhe kapaciteti i shfrytëzimit. Për momentin janë dikur 70 nxënës apo studentë të cilët shërbejen aty dhe llogarisim për një kohë shumë të shkurtër sa të fillojmë me renovime tjera të rritet edhe kapaciteti. Po drejtoresh, krahas fillimit, vështirësive të fillimit ju tani përmendet edhe sukseset, por po më intereson, kaluan 2 muaj nga fillimi i vitit shkollor. Si e cilësoni këtë fillim vit? Fillim viti në mbar komunën e Gjakovës cilësohet shumë pozitiv. Një përjashtim i vogël duhet bërë se në shkollën Yll Morina, për shkak të vonesave në ndërtimin, në renovimin e objektit, nxënësit e kësaj shkolle të klasave 1 deri në 5 janë detyruar për 2 muaj e 10 ditë të mbajnë mësimin në shkollën Mazdom Këpuska dhe në shkollën Femia Gani. Ndonse me datën 10 nëntor kemi arritur që të gjithë nxënësit e kësaj shkolle t'i kthehen shkollës së tyre. Fillimi ka qenë paksa i vështirë në ato shkollat të cilat kanë pas konkurse të hapura. Ka qenë një sfidë e madhe për ne, sepse kërkesat për hapjen e këtyre konkurseve janë vonuar nga drejtorët e shkollave. Ka qenë një afat që në muajin korrik të sillen të gjitha. Mirë po ne dinim saktë se në zyret tona nuk janë gjitha ato që ne kërkonim, e lam një afat deri në fillim të muajit gusht dhe me datën 5 gusht hapëm konkurset e para. Dhe kjo bëri që pastaj afati kohor të respektohet prej 15 ditë pune dhe intervistat e para kanë filluar me datën 26 gusht. Ndonë se ishte numër shumë i madh i kolegëve të cilët kishin aplikuar. Në këtë fazë, në konkursin e madh të gushtit, kemi pas diku 800 aplikantë për profile të ndryshme. Në 36 shkolla ka pas konkurse të hapura, duke filluar nga punëtor teknik, mësimdhënës të lëndëve të ndryshme, të programit fillor dhe parafillor. Java e parë dhe e dytë e shtatorit për shumë shkolla ku kanë pas konkurs apo vendet lira të punës të hapura, ka qenë pak sa sfiduese për drejtorët dhe për kolegët të cilët i kanë përkrahur që t'i plotësojnë ato vende, ato orë të zbrasta të cilat kanë munguar arsimtarët. Drejtoresh, gjatë kësaj periudhe kohore të këtij viti akademik ka pasur dhe konkurse të hapura për gjithë mësimdhënësit. Si ka shkuar ky proces? Ka pasur edhe ankesa nga disa kandidatë? Është vërtet, në këtë vit shkollor, të gjithë mësimdhënësit janë intervistuar në formën fillimisht me shkrim, pastaj kandidatët që kanë plotësuar kuotën për të qenë pjesë e intervistës me gojë janë intervistuar para një paneli paksa më të veçantë. Pjesëmarrës kanë qenë pjesëtar të këshillit drejtues të shkollës, këshillit të prindërve, ka pas dhe gazetar nga Birni, KDI-ja dhe shumë kush që ka pas dëshirë të monitoroj ka qenë intervistë të hapur. Ka ankesa për ata kandidatë të cilët synojnë që kanë qenë më të mirë për shkak të vlerës notës që kanë pas ose diçka ngjashme. Dhe ankesat janë marrë parasysh. Të gjitha ankesat janë trajtuar dhe gjitha përgjigjet kandidatët kanë marrë me kohë dhe rezultojnë që nuk janë të bazuara në argumente. Mirë, që të jemi më konkret për shikuesit tanë që po na ndjekin në këto momente. Pse janë bërë këto lëvizje nga shkolla Mustafa Bakia në Yll Morina? Pse janë bërë këto lëvizje? Një problem i tillë ka qenë i mëhershëm, 3-4 viteve më parë, ku në shkollën Mustafa Bakia ishin vendosur në numër paksa më të madh fëmijë dhe të komunitetit raje. Dhe një gjendje e tillë e bëri që të marrim masa të cilat do të na ndihmonin në këtë drejtim, duke bërë një përzierje të nxënësve të gjitha komuniteteve të cilat zhvillojnë mësimin në këtë shkollë. Dhe bashkë me drejtorët e shkollave kemi biseduar, në bordin e drejtorëve kemi trajtuar këtë temë dhe kemi llogaritur se më e mira e mundshme për të realizuar mësimdhënien në të dy shkollat do të ishte që nxënësit e klasës 6-9 të vijojnë mësimin në Mustafa Bakia, sepse janë afërsisht 32 klasë dhe shkolla ka kapacitet t'i përbijë ato në dy turne. Ndërsa për shkollën Yll Morina kemi vendosur që të bartën fëmijët nga klasa parashkollore, fëmijët me nevojat veçanta dhe 1 deri në 5, sepse numri i paraleleve i hapësirave është më i madh sa në Mustafa Bakia. Dhe ky sistem do të vazhdojë te vitet e ardhshme? Ky sistem ka filluar kështu, llogarisim se do të jetë pjesë e punës tonë apo të shohim në vazhdim nëse do të ketë ndonjë mundësi për të ndryshuar.
Jemi në fazën kur po presim fonde të reja për të finalizuar qoftë një sallë të edukatës fizike që do t'jetë aneks për shkollën Mustafa Bakia apo klasa, 4-5 klasa të reja, të cilat do të rritin kapacitetin e kësaj shkolle. Mirë, dhe të ndalemi edhe pak të infrastruktura. Ju pak më përpara përmendët konviktin Sadik Stavileci. Si që ndronë situata atje, e dim që infrastruktura lë për të dëshiruar atje, por a ka të interesuar, a ka student? Si pas të dhënave që vinë nga drejtoria e konviktit, thuhet se ka interesim më të madh se sa vitet e kaluara. Mirë po mundësi teknike për shkollë për momentin në konvikt nuk janë aq të favorshme, duke filluar nga infrastruktura brendshme dhe jashtme. Ditë më parë, nga kryetari jam informuar dhe drejtori i konviktit se është interesuar Tika Turke, e cila do të financoj në renovimin e konviktit dhe presim që në ditët në vazhdim të kemi informata pozitive lidhur me këtë. Drejtoresh, dhe të ndalemi të një pikë shumë e rëndësishme për gjithë mësimdhënësit të kontratat kolektive. Ju keni qenë edhe pjesës bashkut dhe njihni shumë mirë këtë sferë. Si do qëndrojmë në 2015 me kontratat kolektive? Do zbatohen këto? Gjithësisht marrëveshja me Ministrinë e Arsimit. Donse marrëveshja është nënshkruar në maj të këtij viti, kjo duhet të realizohet. Vetëm jemi tani në pritje dhe në bashkëpunim edhe me drejtori tjera komunale dhe vazhdimisht në bashkëpunim me Ministrinë e Arsimit që gjejmë një modalitet të përbashkët për gjitha komunat. Do të realizohet, por do të fillohet me fazën e parë, ku nuk do të ketë implikime buxhetore. Për të realizuar komplet kontrata kolektive, komunës e Gjakovës i kushton në vlerë mbi 1 milion euro në vit. Dhe ato janë të kërkuara nga Ministria që të realizohen. Mirë po e dim që për momentin nuk ka mundësi buxhetore të fillohet me implementimin komplet të kontratës. Është e mirë që të fillohet, po e them përsëri, në nivel të gjithë Republikës, së pari të jetë kontrata në nivel të punësimit, të gjithë ata kolegë të cilët nuk e kanë problem vendin e punës, atyre t'ju mundësohet kontrata 3 më tepër vite, ose të mirët parasysh licenca a punës sa ata kanë. Të bazohemi në këto 2 aspekte, por megjithatë çdo vendim që do të marrim do të jetë konform vendimit në nivel qendror. Drejtoresh, auditori gjatë monitorimit ka gjetur vretje në dosjet e drejtorëve. A mund të shpjegoni për shikuesit tanë çfarë vretje kanë gjetur? Auditori pikërisht për kandidatët që kanë aplikuar në vitin 2011, 2012 dhe 2013 ka vlerësuar dosjet e atyre drejtorëve dhe ka vrejt parregullsi të mëdha, qoftë nga mënyra përpilimit të konkursit, forma e intervistimit, anashkalimi i kandidatëve me kualifikim më të lartë dhe përzgjedhja atyre me kualifikim më të ulët e shumë elemente tjera, për të cilat në muajt në vazhdim do të marrin përgjigje të gjithë drejtorët që janë në vende pune dhe ushtrojnë detyrën e drejtorit. Dhe do të hapet konkurs për këto poste? Do të ketë konkurs edhe për ato poste. Dhe sa i përket mësimdhënësve, dosjet e tyre kanë qenë në rregull, gjithsesi a janë plotësuar orët e mësimit? Dosjet e mësimdhënësve kemi vlerësuar ne vetë gjatë monitorimit kur kemi dalë. Kemi pas vrejtje dhe të ato, por me kalimin e kohës dhe ato dosje do të plotësohen të stafit mësimdhënës. Drejtoresh, a ka pasur vrejtjet e tjera për këta mësimdhënës? Vrejtjet e tjera mësimdhënës që ne kemi hasur gjatë realizimit dhe punës tonë në teren kanë qenë të shumta. Shumë mësimdhënës ka më tepër se sa fondi orëve që kanë. Kemi identifikuar brenda një shkolle për një lëndë të zaktuar, për shembull Gjuhë Shqipe të jenë 3 mësimdhënës, ku ka mundësi të mbulohet vetëm me 2. Apo dhe raste të tjera ku është plotësuar fondi orëve pa mbajtur normën. Për shembull, në një shkollë kemi evidentuar që është paguar çdo muaj 31 orë më tepër se sa plani i tyre mësimor. Dhe kjo është një prej shkeljeve që kemi hasur edhe në shumë shkolla të tjera. Dhe çfarë masa janë marrë? Masat kanë qenë paksa të vonuara sepse kjo ka ndodhur gjatë vitit 2013-14. Një gjë e tillë nuk është duke ndodhur në këtë vit shkollor. Jemi shumë preciz në çdo fond të orëve, për fondin e orëve në çdo shkollë. Nuk ka mundësi të bëjnë shkelje të tilla. Dhe të ndalemi te një problem, po e quaj problem sepse është përfolur shumë ngroja në përshkolla. Ka siguruar Komuna e Gjakovës ngroja në përshkollat tona? Jemi pak sa vonë me këtë që veç ju po pyetni, megjithatë, ditën e premte është nënshkruar dhe është sjell kontrata për realizimin dhe furnizimin e gjitha shkollave me lëndë djegëse, flas për Dru, sepse ka qenë një projekt nga Ministria në nivel regioni, ku ka qenë e përfshirë dhe Deçani, Klina, Peja dhe Gjakova dhe kanë arrit një marrëveshje që kjo të realizohet dhe do të jetë për 3 vite kontrat nga ajo kompani. Kështu që vitet e ardhshme nuk do ta kemi sfidë. Për 3 vite do të jetë një punë e zgjidhur. Nga dita hënë, secila shkollë do të bën porosin,
te kompania e cila ka fitu tenderin dhe do të bëhen furnizimet gradualisht. Ju pak më përpara përmendet rinovimin në disa shkolla, por a ka plane Komuna e Gjakovës për rinovimin e ndonjë objekti shkollor në një periudhë afat shkurtër, afat mesme, si janë planet e Drejtorisë Komunale të Arsimit? Planet e Drejtorisë Arsimit janë fillimisht që të paguhet borxhi i mbetur, diku rreth 40.000 euro, dhe në momentin kur ato do të paguhen, do t'i kemi durët më të lira, që të bëjmë një planifikim të mirëfillt. Zyrtarët e infrastrukturës nga Drejtoria e Arsimit veç janë në teren dhe po arrin që të evidentojnë sakt cilat shkolla janë me prioritet. Do të ketë në ato shkolla ku është masë emergjente të investohet. Dhe çfarë do të investohet? Kryesisht do të jenë nyjet sanitare, sjellja apo ujësjellsi në për shkolla në disa shkolla është problematike, në disa shkolla kemi vërejtur se janë problem dyer dhe dritaret, janë këto elemente, ndonë se është investuar mjaft vite më herët në infrastrukturën shkollore. A mund të ndalemi pak edhe të niveli i arsimit të mësimdhënësve në Komunën e Gjakovës ose cilësia atyre? Niveli i mësimdhënësve në Komunën e Gjakovës është në nivelin e duhur, por kërkohet angazhim më i madh i stafit menaxhues të shkollës që të mbikëqyr, të monitoroj dhe të jetë prezent në çdo çast kur atyre ju duhet ndihma. Pa përkraje të mirëfillt në mes të stafit menaxhues, as puna mësimdhënësve brenda shkollës nuk do të realizohej. Drejtoresh, është dhe një çështje që po i brengos shumë prindrit e disa nxënësve, sidomos në shkollimin fillor. Ka raste kur disa mësimdhënëse kërkojnë libra shtesë për konkretizimin e lëndës mësimore. Flas këtu konkretisht për kërkojnë libra nga Shqipëria, ta zëmë në lëndën e gjuhës. Pse bëhen këto lëvizje, këto kërkesa nga mësimdhënësit? Këto kërkesa nga mësimdhënësit bëhet duke synuar që të arrijnë më të mirën e mundur për nxënësit e tyre. Megjithatë, në ato shkolla ku nuk është duke u implementuar kurikuli i ri i Kosovës, nuk e mendoj se është e domosdoshme të jetë diçka e tillë edhe për nxënës. Në shkollat ku implementohet kurikuli, arsimtarët, profesorët janë të obliguar të sjellin literaturë shtesë vetëm për të synuar realizimin e rezultateve mësimore. Ndërsa në shkolla tjera, secili mësues dhe arsimtar ka të drejtë ta ketë material shtesë për vete, por ndoshta jo t'i obligoj fëmijët që ata të kenë me dojë mos materialin apo literaturën e tillë. Nëse do të bëhej ajo, do të ishte një marrëveshje e cila do të ekzistonte në mes të arsimtarit, mësueses, prindit dhe drejtorit shkollës. Përndryshe, atëherë nuk është diçka e mirë. Nëse nuk bëhen marrëveshje, ka penalizohen këto mësimdhënëse? Nuk e besoj se do të vijë deri te penalizimi. Llogarisë se marrëveshja do duhet të ekzistonte paraprakisht derisa mirret një qendrim apo një vendim i tillë në nivel shkolle. Të flasim pak edhe për një çështje tjetër që ju e përmendet pak më përpara tek bursat e studentëve. Ka shans që në vitin 2014 të përfitojnë ndokush bursë? Gjithsesi, janë mjete të planifikuara që në vitin 2014-15 do të ndahen bursa për student. Kemi specifika paksa më të veçanta kësaj radhe, do të fokusohemi te nxënësit të cilët synojnë të studiojnë shkencat eksakte, konkretisht në lëndën e matematikës, fizikës, sepse është një sfidë e madhe e cila po na pret në të ardhmen. Kemi mungesë të këtyre kuadrove. Inspektorat e arsimit vazhdimisht bën monitorime nëpër shkolla, gjithsesi e kryen punën e vet. Si ka marrëdhëniet Drejtoria e Arsimit në Komunën e Gjakovës me Inspektoratin e Arsimit? Në shumë raste ne vetë kemi qenë ata kërkues që kemi bërë, nga ata kemi kërkuar që të bëhet inspektimi nëpër shkolla. Kemi raporte mjaft mira, raporte kolegiale, miqësore dhe pa përkrajen e dy palëve nuk kishim arrit që të realizojmë me sukses monitorimin dhe vlerësimin e punës në shkolla. Ata raportojnë për situatat që gjejnë, atëherë ne marrim masat e duhura. Drejtoresh, ju para pak ditësh keni raportuar në Asamblenë Komunale gjithë punën e Drejtorisë së Arsimit nga dita e parë që keni gjetur këtë drejtori, këtë sektor shumë të rëndësishëm të Komunës së Gjakovës deri në ditët e sotme. Por ka pasur dhe ankesa kryesisht nga grupet parlamentare opozitare. Si është mendimi juaj? Është në rregull ky raport, domethënë kam fjalën në raport me kërkesat dhe ankesat që ka pasur opozita? Raporti ka qenë konform pyetjeve dhe të cilat ata veç i kanë parashtruar. Çdo gjë që është paraqitur për asamblesës dhe për opinionin janë gjëra faktike të cilat kanë një adresë. Për çdo gjë që kam argumentuar, kemi një dokument të cilit i kam referuar. Dhe llogarisë të gjitha ato kanë qenë reale, ndonse tani nuk dojmë t'i pranojmë është ajo tjetër. Drejtoresh, sigurisht për fund keni edhe një mesazh për të gjithë nxënësit, mësimdhënësit e Komunës së Gjakovës të çdo niveli qofshin ata.
Mesazhi im kryesor është që t'i përvishemi punës edhe më shumë se sa që kemi bërë deri më tani, në mënyrë që të arrijmë suksese më të dëshiruara. Sigurisht dhe Drejtoria Komunale e Arsimit do bëj përpjekje që ta çojë arsimin e komunës së Gjakovës përpara. Do të mundohemi maksimalisht që të arrijmë dhe një gjë të tillë, gjithmonë në bashkëpunim në mes të prindërve, nxënësve, komunitetit, se vetëm kështu kemi mundësi që të arrijmë përpara. Nëse nuk do të ketë bashkëpunim të mirëfillt, sigurisht edhe pengesat do të hasen. Drejtoresh, në emër të shikuesve të televizionit Syrivizion, unë ju falenderoj për prezencën tuaj këtu, ju dëshirojmë suksese juve dhe gjithë mësimdhënësve dhe nxënësve të komunës së Gjakovës. Faleminderit dhe juve për kohën që keni ndarë. Shikues të nderuar, kjo ishte biseda me Drejtoreshën Komunale të Arsimit në Gjakovë. Faleminderit për vëmendjen tuaj dhe mirupafshim në emisionin e radhës. Natën e mirë.